Dashi, sot do të ndihesh plot energji dhe entuziazëm, ndërsa universi të dhuron një valë freskje. Në punë është koha të përqendrohesh në detajet që mund të të kenë shpëtuar deri më tani, duke të sjellë suksese të papritura. Nëse mendon për të investuar, qëndro i matur dhe analizo çdo hap me kujdes. Sa i përket dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, një njohje e re mund të shfaqet në një mjedis të papritur, kështu që mbaj syt hapur. Kujdesu për shëndetin, duke mos e neglizhuar qetësinë mendore. Meditimi do të ndihmojë të gjesh balancën e duhur. Bëj hapësirë për momente të vogla gëzimi që do të përmbushin shpirtin tënd. Demni, sot ndjeni një harmoni të veçantë në shpirtin tënd, që të shtyn të kërkosh paqen dhe mirëqenien në lidhjet afër zemrës. Në dashuri, lejo emocionet të fluturojnë lirshëm dhe dëgjoj instinktet e tua. Romanca mund të marrë një kthes intriguese nëse i jep vëmendjen e duhur. Në punë, përpiqu të jesh i duruar, pasi disa ndryshime të papritura mund të kërkojnë përshtatje. Besoj aftësive të tua dhe qëndro i përqendruar në qëllimet afatgjata. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Mos harro të kujdesesh për mirëqenien fizike dhe mendore duke bërë pak pushim nga rutina e përditshme. Mirëshëtitje në natyrë ose një moment meditim do të rigjallërojë energjinë tënde. Binjakët, sot është një ditë për reflektim dhe ndjeshmëri. Energjitë planetare favorizojnë komunikimin e hapur, duke ju ftuar të ndani mendimet me të tjerët. Në çështje të zemrës, një bisedë e sinqertë mund t'ju ndihmojë të thelloni lidhjet ekzistuese. Në punë, përpiquni të jeni më të fokusuar, duke punuar me vendosmëri drejt qëllimeve tuaja. Një mundësi e re mund të shfaqet, por shqyrtojeni mirë përpara se të merrni një vendim. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e tepruara. Kujdesuni për veten duke kaluar kohë në natyrë ose duke praktikuar meditim. Kjo do t'ju ndihmojë të mbani balancën e brendshme, ndërsa dita përparon. Lejoni intuitës t'ju drejtojë dhe përqafoni çdo mundësi për rritje personale. Daforia. Energjia e kësaj dite mbart mundësi të reja që i ndjeni dukshëm. Zemra juaj kërkon qetësi dhe dashuri të vërtetë. Lidhjet e sinqerta do të bëjnë një hap përpara, ndërsa miqësitë do të thellohen më tej. Në punë, një ndryshim i papritur mund të sjellë hapje të reja. Mendoni krijueshëm dhe mos hezitoni të propozoni ide të reja. Financat do të kërkojnë një kujdes të veçantë. Mbani një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të bëhen të mëdha. Shijoni momentet e qeta duke reflektuar mbi sukseset që kanë ardhur fal përpjekjeve tuaja. Mos harroni të kujdeseni për shëndetin emocional, duke dedikuar kohë për gjëra që ju bëjnë të lumtur. Sot është dita për të përqafuar ndryshimet me entuziazëm dhe optimizëm. Luani. Sot, një dritë e brendshme ndriçon shpirtin tuaj, duke ju shtyrë të kërkoni lidhje më të thella me njerëzit përreth. Në dashuri, bëhuni të hapur dhe dëgjoni me kujdes dëshirat e partnerit. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të sjellë ndjenja të reja. Në punë, përqendrohuni në projekte që kërkojnë krijimtari, intuita juaj do t'ju drejtojë drejt suksesit. Mos harroni të menaxhoni financat me kujdes, shmangni shpenzimet e tepërta që mund të sjellin stres më vonë. Shëndeti mendësor është i rëndësishëm, meditimi ose një shëtitje natyrore mund t'ju ndihmojnë të gjeni paqe. Ndërsa venat e artit të shpërthejnë përmes jush, lejojini vetes të shprehni veten me pasion dhe gëzim në çdo aspekt të jetës. Virgjëresha. Ndjenja e harmonisë shpërndahet në të gjitha aspektet e jetës sot, duke sjellë paqe dhe qetësi të shumëpritur. Në dashuri, hapni zemrën për biseda të thella me partnerin. Është momenti i duhur për të vendosur themelet e një lidhjeje më të fortë. Në punë, përqendrohuni në detaje dhe përpiquni të përfundoni projektet e lëna pezull. Ky përkushtim do të sjellë rezultate të dukshme. Financat kërkojnë pak kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për kursime afatgjata. Një ndjesë i sigurie dhe kënaqësie do t'ju mbush zemrën, duke ju shtyrë të vlerësoni gjërat e thjeshta të jetës. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të vlerësuar gjithçka keni arritur deri më sot. Lërini emocionet të fluturojnë lirshëm. Dëshorja. Sot, një energji harmonike do të mbush ditën tuaj. Ndjenjat e balancuara do t'ju ndihmojnë të shihni gjërat nga një perspektivë e qetë. Në çështjet e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin tuaj do t'ju afrojë më shumë. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ngjallë interes. Në punë, përqendrimi në detaje do të jetë çelësi i suksesit tuaj. Mos u nxitoni për të marrë vendime të rëndësishme financiare, mendoni me kujdes për hapat e ardhshëm. Kërkoni këshilla nga dikush i besuar për të marrë një vendim më të informuar. Kujdesuni për veten duke shijuar një moment relaksi në natyrë ose një libër të mirë.
Kjo do të forcojë qetësinë tuaj të brendshme dhe do të rinovojë energjinë tuaj. Dëgjoni intuitën tuaj. Akrepi. Diçka magjike duket se po ndodh sot. Një mundësi e papritur mund të shfaqet në punë dhe intuita juaj e fortë do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të duhura. Nëse jeni në kërkim të një hapje të re profesionale, guxoni të ndërmerrni hapa për të avancuar. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e hapur me partnerin do të ndriçojë shumë pika të errta. Për të krijuar një lidhje më të fortë, përpiquni të komunikoni ndjenjat tuaja më të thella. Financat janë në një fazë stabiliteti, por është mirë të tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme. Sot, hipni një sy në brendësi të shpirtit tuaj dhe dëgjoni zërin e zemrës. Një mbrëmje e qetë në shtëpi do t'ju përmbush plotësisht. Shigjetari. Në këtë ditë të ndritshme të nëntorit, energjia pozitive mbush zemrën tuaj. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Beqarët mund të ndihen të tërhequr ndaj dikujt të ri dhe ndjenja e pasigurisë do të largohet lehtësisht. Në punë, një detyrë e re kërkon përkushtim, por rezultatet do të jenë të shkëlqyera. Kujtohuni të mos neglizhoni detajet e vogla, ato do të sjellin suksesin që kërkoni. Financat janë stabile, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Po aq e rëndësishme është të gjeni pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të pastroni mendjen dhe të rigjeni qetësinë e brendshme. Lejoni që ditët të rrjedhin natyrshëm dhe të ndjeni bukurinë e momentit. Britsjapi. Sot, energjitë kozmike ju shtyjnë drejt një introspeksioni të thellë. Në marrëdhëniet e dashurisë, momentet e vogla do të kenë një ndikim të madh. Merrni kohë për të dëgjuar partnerin tuaj dhe për të ndarë biseda të ngrohta. Në punë, një qasje e disiplinuar dhe e përqendruar do t'ju ndihmojë të përmbushni detyrat me efikasitet. Sfidat që mund të hasni janë kalimtare, ndaj qëndroni pozitiv. Në aspektin financiar, mund të jetë e mençur të rishikoni buxhetin dhe të kufizoni shpenzimet e panevojshme. Ndjesia e përgjithshme e ditës është një kombinim i stabilitetit dhe përparimit të vazhdueshëm. Besoni në aftësitë tuaja dhe mos harroni që, si një lis i fortë, qëndroni të palkundër përballë erave që fryjnë. Ujori. Dita e sotme të sjellë një ndjenjë të re freskëje dhe optimizmi të thellë. Në dashuri, bëhu i hapur ndaj ndjenjave të partnerit dhe mos hezito të tregosh emocionet e tua më të thella. Në punë, fokusimi është qelësi, por mos harro të marrësh frymë thellë dhe të relaksohesh her pas here. Zbulon kreativitetin më të mirë kur mendja është e qetë. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të mbash një sy mbi detajet dhe të jesh i kujdesshëm me shpenzimet impulsive. Sot është një ditë e shkëlqyer për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata dhe për të bërë plane konkrete. Frymëzohu nga ndjesia e brendshme për të ndjekur pasionet dhe ëndrat e tua, duke krijuar një të ardhme të shkëlqyer. Kujdesu për mirëqenien fizike dhe shpirtërore, sepse këto janë çelësat e lumturisë së qëndrueshme. Peshqit. Sot, një valë kreativiteti do të mbush shpirtin tuaj me energji të reja. Mund të gjeni frymëzim me gjërat më të vogla, prandaj hapeni zemrën ndaj mundësive të reja. Në aspektin emocional, është koha e duhur për të ndarë mendimet tuaja me ata që i keni pranë. Dëgjoni intuitën tuaj dhe mos nguroni të ndani ndjenjat. Në punë, përpjekjet tuaja do të vijnë re nga të tjerët, duke sjellë vlerësime pozitive. Bëni kujdes me financat dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i mirë do ju ndihmojë të mbani ekuilibrin e duhur. Një darkë e qetë në shtëpi do të jetë ideale për të rigjetur paqen e brendshme. Ambientet e ngrohta do të ushqejnë shpirtin tuaj me qetësi dhe kënaqësi.